Një dhe shfaqe, pa. Po e filloj këtu ku e Lapreshi sepse... Keni një monolog të gjatë Mustafa Nanës teatrin eksperimental, nëse badon mund të shkosh ta shohësh. Nesër kam një dialog me Mustafa Nanë. Flet për seksin shumë. Po. Po filloj nga aty ku e Lapreshi sepse është një bisedë që më intereson shumë, një temë që më intereson shumë. Darja Kufit. Edhe shumë mirë që është kjo, çështja e shkëmbimit të Kufit. Po atë bëjmë një emision vetë nëse është interesant më harta unë vjen në Berat. Do ndalojmë 30 sekonda, megjithëse është Berati, sepse kem pa Beratin, po edhe shumë të tjerë si Berati që merrni rolin e gardianit të interesit nacional, kupton, dhe i vini damkër njerëzve, tradhtar, renegat, kupton, me fjalë të drejtën e keni ju, të vërtetën e keni ju në qep, ne tjerë nuk dim gjë, dini ju. Mustafa, ne fjallën ju pushtetin. Si? Ne kemi fjallën ju pushtetin. Jo, fjalë. Ne vesh që të lirit fjallës më të ndalën. Kush e ka pushtetin? Kryeministri Rama dhe ju që mbroni. Ç'lidhje ka me Berat? Jo, marrë ka lidhje. Ky thot, ju po më akuzoni mu që bëj gardiani. Ne këtë pun dina me bë, Mustafa, dina me shkru. Berat, A nuk ju vendon Rama kur ja akuzon gjithë gazetarët si Komer edhe gjithë ato gjithë. Berat, mos ta mbrodhen e gazetarët nga Rama. Ka të i kalu çdo limit. E kujna? Të ofendimit, liria fjalës tënde. Dhe më thonë, saktësisht, me që do fjallë, Erdogani ishte njerëz në burg. Me që i thot, e ke kalu lirin e fjallës. Cëllën lirin fjallës e ku kalu une? Cëllën? Për shembull, çe po ta kallzoj. Nana ta morën fjalën. Fal. Berat, atë fjalën që the Rama dhe ju që shërbeni Ramës, do ta marrësh mbrapsht tani. Jo. Po Gjor, ti nuk bën pjesë të njerëzit që mund vish shtu edhe të lëshosh deklarata të tilla që kanë ngarkesë morale, opton, po ju akuza